sakrifica jonë vazhdon të jetë në kryqe të derdhit gjatë. Prandaj dhe Perëndia nuk na shikon më me atë syri. Por kjo nuk do të thotë që ne mos pendohemi. Perëndia është i duruar, por jo i harruar, nuk të harron. Perëndia na pret gjithsecilin që neve të mbajmë fjalën e dhënë, të mbajmë premtimin e dhënë. Neve themi, kemi besim dhe forcohemi, shtrëngohemi dhe themi që Perëndia do të na bekojë, Perëndia do të sigurojë. Neve e themi këtë me plot gojën dhe themi Perëndia nuk bën kështu tilla gjëra, nuk i njen Perëndia. Atëherë pse mos të quhemi dhe ne bij të Perëndisë me gojën plot dhe themi që edhe Perëndia thotë, po, ky është biri im, ky është besimtar, ky e ka besimin e tij të sinqert. Ky do bëj të pamundurën që ta mbaj premtimin e tij, që ta mbaj fjalën e tij. Mësojmë pra është që neve për shkak të besimit që kemi te Perëndia dhe ne në momente të caktuara kur shikojmë mbrapa vështirësitë që kemi kaluar, themi si u duruam ne këtë. Po për shkak të besimit jemi duruar. Për shkak të besimit neve jemi lutur. Për shkak të besimit neve jemi në gjendje që të shikojmë bekimet e Perëndisë. Për shkak të bekimit neve e mbajmë premtimin. Për shkak të besimit neve lavdërojmë Zotin dhe i japim lavdim Perëndisë.